ceremonit që do të organizohen në Itali, apo do të jeni këtu sepse keni dhe angazhimet tuaja me fushatën edhe do të jeni pjesë e ceremonive që zhvillohen në Shqipëri? Nuk e di, drejtën unë po pres të dëgjoj edhe kalendarin e kësaj, sepse Papa Francesco ka kërkuar që t'jetë një ceremoni shumë të thjeshta, nga më të thjeshta. Edhe e ka vënë në kërkesat e tij të gjë, siç ishte njëri thjesht kudo, gjithmonë. Që të mënyra si udhëtonte, që të mënyra si paraqitej, që të mënyra si komunikonte, ka qenë njëri shumë i thjeshtë. Dhe pa si tillë ai ka kërkuar qartësisht që dhe ceremonitë funebre të tij të jenë ceremoni shumë të thjeshta, të jenë ceremoni njerëzore më shumë se ca ceremoni pompoze të një personaliteti të lartë siç ishte ai. Kjo e ka kërkuar vetë, ka lënë qartësisht që unë lexoja bile agjencitë e lajmeve dhe thoshin pikërisht të gjë thonin, që do jetë ceremoni të thjeshta që të zhvillohen sepse është kërkesa e tij, ishte kërkesa e tij e qartë për ta zhvilluar në këtë mënyrë ceremonitë fetare për ta. Edhe funebre, më fal. Po, e kuptoj. A ja doli ai në gjykimin tuaj teksa jetoi në këtë tokë ta përmbushte misionin e vet? Më së miri. Misioni i tij ishte mision kaq i madh sa nuk mund të përmbush. Për një mision i cili kërkon gjenerata, kërkon një punë të vazhdueshme. Ai bëri rolin e tij si misionar. Ai arriti të zbusi shumë gjëra në botë në këtë periudhë. Padyshim që është një rrugë, është një proces i cili vazhdon me eksencën e njerëzimit dhe do vazhdojë shumë gjatë, Por çdo njeri bën atë që mund të bëjë, bën rolin e tij për periudhën që është. Është një misioni i tij i cili as nuk fillon në një ditë, as nuk mbaron në një ditë. Është një mision që vazhdon në një hapësirë shumë të gjatë kohore, në një hapësirë shumë të gjatë gjeografike, nga personalitetet të ndryshme. Ai dha një shembull, dha një model. Dhe unë mendoj se ky model tashmë duhet të jetë një model i cili duhet të ndrisë për brezat e ardhshëm dhe për të gjithë modelin e bashkëjetesës, modelin e mirësjelljes, modelin e respektimit të vlerave të shoqërisë, modelin e respektimit të njëri tjetrit. Sot shumë nga politikanët janë gjendur në fushat elektorale kur kanë marrë lajmin e ndarjes nga jeta të Papa Franceskut dhe e kanë ndaluar për një çast, kanë mbajtur një minutë heshtje. Ju e keni bërë gjithashtu se edhe ju jeni në fushat. Tani jemi live në Gjirokastra me ju për shembull. Absolutisht, unë jam në Gjirokastra dhe padyshim, në këtë moment unë jam kryesisht jam dedikuar sot pasi dëgjova të lajmin për kësaj ngjarje të trisht për njerëzimin mbar, kësaj ngjarje e cila na bëri të humbim një nga njerëzit mishrues të vlerave të njerëzimit, gjë e cila është një gjë e dhimbshme për të gjithë, pavarësisht tash nga përkatësia fetare, nga nacionaliteti, nga raca, nga seksi, është një gjë që i përket të gjithëve dhe i përket të gjithë të kujtojmë se idetë e tija, misioni i tija do të vazhdojë dhe më tej, padyshim për të përmbushur këto ide, të cilat janë ide universale tashmë duhet të jenë shoqërisë dhe në hapësirë kohore të pafundit. Faleminderit zoti Shehu për këtë bashkëbisedim edhe për këto emocione që ndat me ne. Punë të mbarë në vazhdim. Unë ju falenderoj juve, mirupafshim. Kalofshim mirë. Okej, do të bëjmë një shkëputje publicitare, rikthehemi pas pak dhe vijojmë flasim për misionin e Papa Franceskut.